Një nga betimet kryesore të programit elektoral Shqipëria Madhështore të Sali Berishës është se sa të vinë pushtet do shkrijë spakun dhe do bllokojë të gjitha institucionet sipërore të drejtësisë për gjoja reformimin e tyre. Që do të thotë se i pandehuri Sali Berisha do rikthejë drejtësinë e modelit të ish-KLD-s dhe Ilir Metës dhe prokurorive e gjykatave të modelit të Adriatik Llallës dhe Gjinxhonit, që nuk preknin asnjë politikan e qeveritar. Pra nëse non grata Sali Berisha rikthehet në pushtet, do t'i bëjë drejtësisë shqiptare atë që presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë non grata Milorad Dodik i bëri drejtësisë së këtij vendi më datë 5 mars 2025. Me ligje të posaçme bllokoi aktivitetin e gjykatës, prokurorisë, agjencisë shtetërore të hetimeve dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor Prokurorial, duke lënë vendin pa shërbim të organeve të drejtësisë deri kur ta doja ai. Këtë akt presidenti non grata Milorad Dodik e bëri si akmarrje për drejtësinë, nga që më 19 shkurt 2025 Prokuroria e Bosnjë e Hercegovinës i kërkoi gjykatës dënimin e tij me 5 vite burg dhe 10 vite përjashtim nga politika. Tashmë është bërë ligje fakt bllokimi i aktivitetit të organeve të drejtësisë në Republikën Srpska, ndaj të cilit ka reaguar ashpër sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, duke i quajtur aktet e Milorad Dodik minim të drejtësisë dhe rrezik i sigurisë e stabilitetit. Të njëjtin qëndrim agresiv dhe projekt bllokues e shkatrues ndaj drejtësisë, tamam si presidenti non grata Dodik i Republikës Srpska të Bosnjë e Hercegovinës, ka edhe ish-presidenti e ish-kryeministri non grata Sali Berisha, por me ndryshimin se Milorad Dodik ka pushtetin në Republikën Srpska dhe është pozicionuar hapur kundër shtetit amerikan, ndërsa Sali Berisha po lufton për të rimarrë pushtetin në Shqipëri, duke ndërprerë sulmet ndaj Shtëpisë së Bardhë dhe duke ju lëpirë Donald Trumpit. Përveç se janë non grata nga shubat, ngjashmëria e tyre në luftën kundër drejtësisë është fakti se të dy kanë të njëjtin hall. Për Milorad Dodik, prokuroria e Bosnjës ka kërkuar 5 vite burg dhe 10 vite përjashtim nga politika, ndërsa Saliu mbajt një vit në arrest nga SPAK dhe gjykata e posaçme dhe është në proces gjykimi e hetimi për disa dosje krimesh të rënda.